Hajdini me mua se sot në Tiranë po ndodh diçka që nuk e shet çdo ditë. Kryeministri i Anglisë, Sir Keir Starmer, është për herë të parë në Shqipëri dhe unë isha aty për ta parë nga afër. Në këtë moment jemi në bulevardin Dëshmorët e Kombit, i cili është bllokuar totalisht, sepse do të kalojë autokolona zyrtare. Kjo është makina e tij, një Toyota gri e blinduar me targa diplomatike, dhe po, ishte vërtet mbreslënëse. Pak minuta përpara se të mbërrinte, roja e nderit e presidencës u rreshtua me uniformat e kuqe dhe shpatat ceremoniale, një moment që të jep ndjesinë e një filmi. Ja ku duket presidenti Bayram Begaj, që e pret në shkallët e presidencës me të gjithë protokollin zyrtar. Kemi gazetar, kameraman dhe fotograf nga gjithë bota, dhe Tirana sot është në fokusin e ndërkombëtarëve. Ndërkohë njerëzit në rrugë janë të qetë, shëtisin, ka nëna me fëmijë, ka dhe turistë që pyesin se çfarë po ndodh. Ky çift italian më pyeti me shumë kurreshtje. U tregova që në qytet është kryeministri i Britanisë, dhe e dini çfarë? Ishin shumë të surprizuar që mund ta shikonin nga afër. Pas takimit me presidentin së bashku me gazetarët anglez, nisemi në këmbë drejt kryeministrisë, ku e pret Edi Rama.